është dita 23 e grevës sot. Deri sot kemi bisedu, i me aknas të bisedu, po zgjidhe s'kemi marë. Zgjidhe nuk kemi marë. Në qoftë se 5 muj, kemi operu pa tyra. Dikon një inkasu, dikon 120.000 euro. Vetëm qaq, kemi mujtë me inkasu, sepse komuna ka dalë me thirrje që mos paguen, pastaj paguen këtu. Na pa atë bërgjë, 2.697.000 nuk livritëm për këtë ujtë. Është bërgjë sepse kemi shërby, edhe ato i din, gjitha i din, janë të informum prej ditës parë. Prej ditës parë që kemi arë, para 23 ditet njëjta gjana janë. Vetëm bisedime më thash, kur që heq. Na për me startu për shambull, se kemi hi bërgjë në naftë, 800.000 euro. Qysh, me qka me operu? Kamionat do kjecin me ujë. A keni na i premtim për i kryetorit? Nuk kemi. Kemi ofertat njëjta, sikur para 10 ditë, 2 jave. Që kemi postu, njëjtat, pos lëvizje s'ka. Dje ishte asambleja, asnjë s'jeni mrena. Asnjë. 5 minuta zgjati, kush e ka përcjell. Po jo, mërë qëfar. Jo, mërë veç për Allah, kalëzoj. Veç për Allah. Nasun vim as një muje prapë që të. Unë e për theksoj, 2.690.000. Hishja ato që kemi inkasuna, edhe na largomi për këtujt. Ato tjerat janë akgjykimi. Akgjykimin, që se shkelin akgjykimin, atërë që ka arpi supremës. Sot është dita 23 se ne jemi në grevë. Qëllimin e grevës tonë e din i mbarë opinioni Kosovës. Qëllimi jonë është gjithmonë i pastër, i dinitetshëm dhe me kërkesa plotësisht humane dhe të klasës punëtore. Nuk kemi vija politike, nuk kemi prirje partijake, nuk kemi asgjë tjetër përveç kërkesave 100% sindikale dhe të klasës punëtore, të cilat na i ka marrë kjo komunë. Ne jemi të përkushtuar që kërkesat tona ti kërkojmë dhe të realizojmë deri në pikën e fundit mundit tonë këto para Kuvendit Komunal Prishtinës. Rreth vështirësive tona nuk kemi që flasëm, kemi qenë të vetëdijshëm para hyrjes në grevë, se vështirësitë do t'jenë të pa para, do të thotë jemi në plohër tërë ditën, jemi në vapë tërë ditër, mirë po, asgjë nuk na zbeh nga qëllimet tona. Një prej sfidave të cilat na kanë ngjarë këtu gjatë këtyre ditëve ka qenë rasti i dytë që një punëtor na është alivanos për shkak të kushteve dhe të dihet të stresit dhe të presionit që përjetojmë për këtë grevë, kështu që prapë vështirësi tjera, po pavarësisht për tyne ne do të vazhdojmë.